Të vë në jetë detyrimet që njeriu ka ndaj Zotit, me vërtetësi, sinqeritet, përkushtim, ndrojtje dhe duke pranuar që nuk ja ka dhënë krijuesit e tij hakun që i takon dhe meriton. Njeriu duhet ta pranojë se nuk mund t'i përsos këto dy mundësi, përveç se mendimin e Allahut, ai ka nevojë së tepërmi që të udhëzohet në udhën e drejtë, në udhën që ecën e uljat dhe njerëzit e Zotit. Janë disa faza apostate që sjellin lumturim përmes devotshmërisë. 1. Devotshmëria dhe përmendja e Allahut në namaz, dhikr e meditim. 2. Shërimi me fjalën e Allahut dhe përqendrimi në të. 3. Duke u dhuruar njerëzve dashuri e pozitivitet. 4. Praktikimi i hadithit që thot pejgamberi alayhis salam se çështja e besimtarit është e mirë, mendon, flet dhe vepron mirë. 5. Ndërtimi, projektimi i veprave që jetojnë dhe pas vdekjes të vazhdueshme dobi prurëse. Ndërtimi i një biblioteke, hapja një shkolle, botimi i librave, hapja dhe ndërtimi i xhamive, puseve, qeshmeve, mejtepeve. Tu mësosh tjerëve leximin e Kuranit dhe shkencave praktike në jetën e përditshme. Tu ndihmosh të semurëve, të varfërve, tu japësh atyre optimizëm dhe mundësi të i kalojnë situatën. Mos përqesh tjerët, motivoj shoqërinë, folu fjalë të mira dhe jepo mundësi bashkëpunimi në të mira njerëzve. Vizitoni njëri tjetrin dhe shkëmbeni mendime progresive. Realizoni punë të mira për komunitetin, mbjellja pemëve, pastrimi i ambientit, motivimi për lexim të librave. Mos e neglizho as për buz as një njeri, respekto që të respektohesh, ndero që të nderohesh. Ndaloje shpifjen dhe përuljen e tjerëve. Kërkoju falje atyre që pa qëllim i ke lënduar. Përkushtoju profesionit që ke. Mos e neglizho asnjëherë, bëje më të mirën.